الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Ata e falënderojmë, për e ti fale, udhëzime kërkojmë. Salavatet dhe salamet, përshëndetjet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi në përfundim dhe lamtu mirë të këtij muaji të begat të Zotit Gjelle Gjelalu. E lusim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu ta ketë pranuar kontributin ton prej neve, veprat të mira të shumëfishon e gjunahat na i fal dhe të na i shlyen. Njashtu edhe në ngjarjen të cilën e kemi përcjell gati për një muaj, jemi në fundin e saj. Sot do të flasim me lejen e Allahut te bareke ve teala se si përfundoi jeta e Harunit edhe Musait alayhi salatu wassalam. Haruni ishte vllau më i madh i Musait alayhi salatu wassalam, mirë po te Allahu subhanahu wa taala nuk e kishte peshën njësoj si të Musait alayhi salatu wassalam. Për këtë arsye Zoti i Madh Gjelle Gjelaluhu e kishte bërë Harunin pejgamber me duajën e Musait alayhi salatu wassalam. Andaj tha Allahu subhanahu wa taala Musa, tha o Zot, ma bën edhe vllaun pejgamber, ma e shtrëngo krahun me gjithë vllaun tëm Harunin. Allahu ja pranoi duajën. Në ligjëratën e kaluar përfunduam kur e humbën rrugën 40 vjet bijtë e Israilit, pasi që refuzuan të luftojnë për hir të Zotit Gjelle Gjelalu për ta çliruar Palestinën. E Allahu ja çfarë tha në Kur'an? Tha fa innaha muharramatun alehim 40 sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'ala al-qawmi al-fasiqin. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala, tha o Musa, haram e kanë Palestinën 40 vjet. Sën kanë me him Palestinë 40 vjet shtesë kësaj, do ta humbi rrugën më hall. Kena me hum rrugën në një obor, në një vend shumë të izoluar. 40 vite së në dalim prej aty. E në këto 40 vite të ndërrua vëzër, kanë thonë djetarët, nuk kanë mbet gjallë pos kush, pos Yusha ibn Nuni dhe dhëndri Musait alayhi salatu wassalam. Pastaj gjenerata e re, brezi i ri që ka lindë dhe ka jetue dhe janë bëhe të moshës së rritur, i ka marrë ata Yusha ibn Nuni edhe e kanë shiru Palestinën. Mirë po kjo është kitë tem tjetër nëse na mundson Allahu te bareke ve teala që ta shpjegojnë në detale se si e kanë shiru Palestinën pas Musait alayhi salatu wassalam. Ndërkohë që Musa alayhi salatu wassalam vdes dhe Haruni vdesin që të dy duke qenë bijtë e Israilit në labirint. Duke qenë në labirint. Dikun 2 vite para se me u përfundue 40 vjeçari i labirintit, vdes Haruni alayhi salatu wassalam. Qysh vdes? Tregon Imam Baghawiu, Ebu Muhammed al-Husein ibn Mas'ud al-Baghawi në tefsirin e tij të njohur, thot qissatu wafati Harun alayhi salatu wassalam, thot si vdiq Haruni alayhi salatu wassalam. Thot qala Suddiu, ka thënë Suddiu, Allahu Gjelle Gjelaluhu i shpalli Musait alayhi salatu wassalam dhe i tha, un do ta marr Harunin, do të vdes Haruni alayhi salatu wassalam. Andaj shko te filan kodra. I tha Musait alayhi salatu wassalam, shko tek filan kodra. E mor Harunin Musa alayhi salam dhe shkoi te ajo kodër. Dhe kur e pan atë kodrën, afër kodrës ishte një pemë. Nga pemës ishte një shtëpi e ndërtuar mirë. Një shtëpi e ndërtuar mirë. Në të cilën shtëpi ishte një shtrat shumë i këndshëm, i rrethuar me gjëra të mira, i rrethuar me gjëra të shijshme dhe provokuese. Thot Suddiu, thot alayhi farshun wa idha fihi rihun tayyiba. Dhe prej asaj shtëpia apo prej asaj pemë dilte një erë e mirë. Atëherë thot falamma nadhara Harunu ila dhalika a'jaba. Kur e ka pa Haruni pemën, erën e mirë ka nuhat, shtëpia, shtrati e kështu me radhë i ka pëlqye. I ka pëlqye. Dhe shikoni vëllezër, gjithmonë kur të vjen e xheli, krejt rrethonat bëhen ti me të pëlqij çaj vend ku ki më shkuar. Këtë rrethonat kanë më usill që ti më shku te qaderi Zotit Gjelle Gjelaluhu. Sikur që i tha Allahu Gjellu ala Musa alayhi salatu wasalam, masi usill këtë rrethona, çka i tha kur ardhe Turi Sejna, çka i tha në kodër, tha gjite ala qaderin ya Musa, ki ardh tamam në kader të imin. Unë që ta e kam bokit,
që ti më ardh deri këtu. Shiko, i ka pëlqyer Harunit alayhi salatu wassalam. Edhe i ka thënë Musait, ka thënë o Musa, un kam qef të bi të pushoj pak çka shtrat. Po du më ra pak me flet, me pushue. Edhe i ka thënë Musa, bjer flet. Ndërkohë që Allah i ka kallëzuar Musës se Haruni ka mendruar jetë. Dhe vini re, nuk i ka tregu vëzër. Nuk i ka tregu se ki mendruar jetë. Megjithëse është pejgamber, madje do ta shohim se Musa alayhi salatu wassalam, ai i cili e kishte godit atë Kiptiun egjiptianin, edhe përzyti kishte tentu me e godit, dhe ai i cili e mbante gurin që nuk e mbajnë 10 veta bashk, e ky njeri i fortë, Musa alayhi salam do të shtihet edhe me melekul mautin. Do ta ketë një lloj shtyrje edhe me melekul mautin, si do të paraqitet si njeri, jo si melekul mauti. Thot Sudiu, i tha Musa alayhi salatu wassalam, tha bjer flej aty. Atëra i tha Haruni alayhi salatu wassalam, tha o Musa, po me ardh i Zoti i shtëpisë, a ka mundësi ai më i dhënua? A pse ke rënë shtëpi time pa vet? Ka thënë me ardh Zoti i shtëpisë, ai ka mundësi më i dhënua dhe se ja kena uzurbuar shtëpinë. Atëri thot Musa alayhi salatu wassalam, thot mos u mërzit për Zotin e shtëpisë se unë mirë me ta. Mos u mërzit për Zotin e shtëpisë se unë mirë me ta. Atëri ka thënë bjer flej. Atëri ka thënë قال يا موسى نم أنت معي فإذا جاء رب البيت غضب علي وعليك جميعا فلما نام أخذ هارون الموت فلما وجد منيته قال يا موسى خدعتني. Ka thënë Haruni alayhis salam, ka thënë hajde him bashk, që nëse vjen i Zoti i shtëpisë na gjen tu deve, edhe i dhnohet me tu dit, jo veç me ti, ta morna përgjys mëkatin apo atë që po i në shtëpi. Dhe ka him Musa alayhis salam dhe kanë ra si cili në një shtrat, edhe Allahu Gjilola ja merr shpirtin Harunit alayhis salatu wassalam. Vdes në atë shtrat Haruni alayhis salatu wassalam. Atëra kur vdes Haruni alayhis salatu wassalam, ngritet ajo shtëpia, ngritet, largohet edhe pema dhe largohet edhe shtrati në qiell. I marr të gjitha Allahu subhanahu wa taala dhe kthehet Musa alayhis salam te populli i vet. Edhe ju thot popullit të vet, se Haruni ka ndruar jetë. Haruni vllai jam ka ndruar jetë. Dhe shikoni vëllezër, këta njerëz, të cilët nuk dinë mu ndal në zullum, në padrejtësi, në akuza, në shpifje, se kanë ngajle as për para pejgamber, nuk e kanë ngajle Musa, se nuk njohin ata gjuhën e lik, gjuhën e fulliqur, e përdorin me të gjithë. Sikur që shohin plot për njerëzve, nuk ka taj autoritet, hafëz, hoq, dietar. Ai rrugaqërien e ka me ketë, rrugaq pin A deri në J. Se di përpara a ka dietar, a ka hoq, a ka hafëz. Apo shiko këto i kanë thënë, ku Haruni? Ka thënë Haruni ka ndruar jetë. Çka i kanë thënë vëllezër? Thot Imam Sudiu, thot, jo Musa, po ti e pas ke vra. Ti e ki vra. I ka thënë, bile, ti e ki vra pizilijës, se na Harunin e kena dasht ma shumë se ti. Se ti i kon i vrasht, aja kon i but. Për shta e ki vra ti? Se na e kena dasht Harunin ma shumë se ti. Vini rej o vëzër, a i cili ka folë Allahu, a i cili ka zbit të vratin, a i cili me shkopin e ti e kanë pa me si që që ka qilë deti 12 dirë, këta pithojnë kujna, atë për të cilin Musa ka thënë, o Allah, Harunin bama pejgamber dhe ketë. Këta pithojnë ti e ki vra. Se të këto o vëzër, çka palon gjuha këto e folin. Nuk e këshirin a akuz, a pejgamber, a shpifje, a biftan. Thuje ti, thuje vele dale këtë dale. Kështu janë këta njerëz. Thot Sudiu, i kanë thënë o Musa, ti për çka gzilijit çka e ke pas ndaj vllavit tanë, dhe se na e kena dash vllavin tanë ma shumë se ti pas ke shku e pas ke mshe dikon edhe e ke vra vllavin tanë. Ka nis Musa i ka thënë, wajhakum kana akhi fa kayfa aqtulu. Ka thënë, mirë për juve, vllavin tanë unë me vra. Unë vllavin kum ba dua me ba Allah pejgamber. Ata ka ba Zoti pejgamber me duajën time. Çish e kam vrarë unë vllavin tim? Pas e ka thënë, ata ka thënë, ja ti e ke vra. Vallahi ka thënë se kam vra, Allah e ka marrë shpirtin. Ti e ke vra. Deri sa s'ka, nuk bindën. Ti e ke vra dhe pik. Ja kështu janë dhe zëdisa njerëz arrogant, me djemdhej,
ngulitën në atë mendimin e vet që realisht ai zguzon me pas mendim, se ai s'ka trup për me pas mendim. Ama që dikush e ka bind se du të me pas ai mendim. Mirë po shiko, kanë thënë pejgamberit Zotit, ti e ke vra, edhe nuk bindmi se ti nuk e ke vra derisa të na bjesh argument. E këto argumenti i lip Musa alayhis salam se nuk e ka vra vllabin e vet. Apo, edhe zër, mos u çuditni nëse Musa si kanë lip argument se e ke vra Harunin, vllavin e dashur të tina. Mos u çuditni asnjëherë kur i bajnë biftan Allahit, as kur i bajnë biftan pejgamberit alayhis salam, as kur i bajnë biftan hoxhallarëve, as kur i bajnë biftan dietarëve, edhe mos u çudit as kur do të bëj biftan dikush ti iftira, se njerëzit vëllezër ushqehen me këtë punë. Qatë punë e kanaj, aj mës me ushi me iftira, aj vjell pit keqtit. Se kur ja uqoj Allah i këtërve mjaltin, qka than? Ud'u lana rabbeke yukhrij lana mimma tumbitul ardu min bakliha. Kur ja uqoj Allah i plumbin edhe mjaltin, qka than? Hudra dojna, kep dojna, kastraveca dojna, smujna me hangër në mjalt, dojna këtë ushimin tjetër. Thot sërdiju, atëra fillun mua shpërsue, mua betet mes Musait edhe popullit të tina, deri sa kur e të prun shumë, atëherë tha, prit një pak, prit t'i fali 2 rekat namaz. U ka zgjue, ka ngrit kam, dhe i ka fali 2 rekat namaz, edhe i ka thonë, o Allah, zri për Harunin midis qile, ta shohin me shtrat të vdekt. Allahu gjilu e zbret Harunin alayhis salam midis, mes tokës dhe qiles, edhe e shohin, edhe i thot Musa alayhis salam, a është ki Haruni? Po, a e shifni dekt? Po, a e shifni nuk i vra? Po, atër i ka thënë Allah ngrite. Ja vëzër këto me qka bindën. Qështu janë bindë të njerëzi? E kanë akuzu Musajn alayhis salam se kje ka vra vllaun e vetë. Për këtë asyjo vëzër, te këta njerëz ka pas çudira. Andaj ne nuk dikush mendon se ne kemi për të ku këtë ngjarën. Jo, shumë ngjarën e ka me të pakallzuar nga se s'ka pas mundësi, s'na ka zon koha. Kjo realisht duhet shumë më gjatë më fol për Musa alayhis salam, nga se është ngjarja më e madhe në Kur'an. Por shembull nas kena mri me fol për Karunin hiç. Karuni o kon djali i Haxhës Musa alayhis salam i cili ka kon faraoni. Allah ka përmbys tokën dhe e ka shtin tokë me gjithë pasuri. S'kena fol këta kur kanë bë krem në ditën e shtunë. Ekse mëra, dhe disa prej ngjarjeve sa kanë ndodhur tek këta. Andaj, atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala ja realizon Musait alayhis salam këtë mrekulli për të shumë të nëherë pasi kanë lip shumë prej mrekullive dhe bindën se Haruni alayhis salam ka ndrujet. Atëherë para se me u kry 40 vjeçari, mbesin edhe 2 muaj, pak para se me mri vakti për me çliru Palestinën. Allah ka thënë 40 e keni haram. Kur të plotësohen 40 vjet, atëherë keni me çliruar. Mirë po Musa alayhis salam nuk mrin këtë begati dhe nuk ja mundson Allahu xhel xelaluhu që ta sheh Palestinën e çliruar. Mirë do ta shohim në fund kur vjen te vdekja se do ta lut Allahu subhanahu wa taala e pakta ta gjun liguri që t'i afrohet Palestinës. Para kësaj vëzër, ne do të përmendim disa prej vlerave të Musait alayhis salam që kanë ardhur para se ta përmendim vdekjen e tij. Transmeton Imam Buhariu edhe Imam Muslimi nga Ebi Huraira radhiyallahu an se një ditë për ditëve janë rrok 2 njerëz, istabba rajulani, rajulun min al-muslimin wa rajulun min al-yahud. Një ditë për ditëve në kohën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam rrokën 2 njerëz, njëri prej jehudive dhe njëri prej muslimanëve. Thot Ebu Huraira, kale në muslim, walledhi istafa Muhammeden alel alamin, ka thonë pasha atë i cili e ka zgjedh Muhammedin të dërguar matë mirin në të gjithë botrat. Ka thonë kjo jehudia, ka thonë pasha atë i cili e ka zgjedh Musa alayhis salam mbi të gjithë botrat. Po ai jehudia ka thonë jo, Musa alayhis salam është më i mirë se pejgamberi juve, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë thot Ebu Huraira, farafa al-muslimu yadahu inda dhalika falatama wajha al-yahudi fadhahaba al-yahudiyu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky muslimani se nga bë sabër, edhe ka ngrit dorë dhe ka rashu plak këtij jehudisë. Pse po thotë Musa alayhis salam është më i mirë se Muhamedi alayhis salam? Këtë ka bën nga xhelozia dhe dashnia e madhe që ka pas për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky jehudia ka shkuar te pejgamberi alayhis salam për të ankuar për zullumin që ka bërë njëri prej ndjekësve dhe atyre që i kanë besuar prej muslimanëve, dhe i ka treguar gjithçka që ka ndodhur. Kështu. Atëherë
thot e thiri pejgamberi sa këtë muslimanin. Ta thirrëm në këtu. Atëre e pyeti, a është kështu e vërtet? Tha po. Do ky tha unë e bona be, pasha ata i cili e ka ngrit Muhamedit alayhis salam mbi gjithë dunjën, ky tha pasha ata i cili e ka ngrit Musën mbi krejt dunjën. Atëre thot tha pejgamberi alayhis salam, la tukhayyiruni ala Musa. Mos thuni se unë jam më i mirë se Musa. Kujt pi thot Allahu? Kujt pi thot? Këti muslimani në pranit jehudijës i cili po pretendon se o i thari Musajt. Apo, me gjithë se nuk i lejot me kanë i thari Musajt, asni insanit dunja të kanë gjallë Muhammed a.s. Tha la tu khajiruni ala Musa. Mos thuni se unë jam më i mirë se Musa. Pse mos me thonë se unë jam më i mirë se Musa? Sepse Musa vëzë ka pas vlerat mdoja. Me gjithë se Muhammed sa më i mirë se krejt. Dhe këta e ka thonë në disa prej haditheve. Ka thonë la tu khajiruni ala Musa, fa inna an-nasa yas'aquna yawm al-qiyamah. Sepse njerëzit do të alivanosën ditën e Kiametit, ku të frihet suri. Apo një sur frin për me vdek të gjithë, një sur frin për murin gjallë, për murin gjallë të gjithë. Thot Allahu te barë, thot pejgamberi alayhis salam, fa as'aqa ma'hum, e unë alivanosëm me ta, e unë alivanosëm me ta. Thot pejgamberi alayhis salam, fa akunu awwal man yufiqu, e unë do t'jem i pari që të të kthjellëm dhe këndellëm nga kjo alivanosje. Pastaj çfarë ndodh? Fa idha Musa batishu janib al-arsh. Thot kur zgjohen për alivanosjes, e shoh Musa alayhis salam, është kap për një copë të arshit. Pra, zgjohet nga alivanosja i pari pejgamberi alayhis salam. Musa në shef, çfarë? I kap për copë të arshit. Arshit Zoti xhelle xhelalu. Thot pejgamberi alayhis salam, fela edri. E tash unë nuk e di. Tash ka thënë unë nuk e di. E kana fi men sa'iq fa afaqa qabli au kana mimman istathna Allah. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, e tash unë nuk e di. A ka qenë ai që u zgju para mua, apo e ka përjashtu Allahu komplet nga rënja? Kur e ka përmend Allahu te bareke ve teala në Kur'an, wa nufikha fi s-suri fa sa'iqa man fi s-samawati wal ardi illa man sha Allah. Dhe frijet sur dhe gjithë shka ka në qiell dhe toka livanosët nga fryrja e surit, përveç ka ndo Allahi. Thot pejgamberi sa unë nuk e di, a ka je livanos Musa u shu para mua, apo ky hit sa livanos? Kanë thënë komentatorët, ku është vlera këtu? Se Musa nëse është alivanos, u ka zgju para pejgamberit alayhis salam, dhe ka shku ka për arshin. E nëse nuk ka alivanos, edhe kjo vlerë tjetër që ai hiç nuk ka alivanos. Për këtë arsye vëllezër, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i mësonte muslimanat që kur të vjen puna e pejgamberëve nuk duhet mushtyje. Sikur që neve na tregon Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala në përmbledhjen e fetvave të tij në vëllimin e 6 se një prej luftave që kanë ndodhur muslimanat mas shekujve të parë të muslimanëve, kanë dalë disa musliman dhe kanë luftuar me disa prej të krishterëve. Edhe çfarë ndodh? Ata e shohin Muhammedin alayhis salam. E tash ignoranca e disa muslimanëve çka bën? Ata thonë, a shohin Muhammedin alayhis salam? Këto thonë, e na juve isën. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, mirë po, kjo nuk kthehet çështu, se sharja e Isës o del bife. A kupton vëllazër sa e ndihshme puna e fejes? Ti thu ki ma shajti mu pejgamberin tëm, ti a ku kam pa ai pejgamberi aty, pejgamberi jot. Pejgamberi ti edhe pejgamberi jot, ti zguzon me shoh. Në realitet në bazë nuk guxon me shoh. Andaj thotë kjo është për ignorancën së plot për muslimanëve kur futen në konflikt dhe nuk i di shëntrit e tjerëve. Pse thi për shembull plot për njerëzve për shembull, kur e shoh ndoshta doni Shia, apo ai thot Aliu, Husaini, Hasani, kështu me radh Fatimia, edhe njëri Elizoni çka thot, apo këto mlodhen me këtë Ali, audhu billah. Ali është djalë i Hoxhit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata pse e keq përdorin meselë tjetër, ata pse e keq përdorin Husainin në meselë tjetër, por ndyshe ajo është, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, këto janë bilulet që kundërmojnë mas shumë ti arom për mua. Dhe këto janë banorëve të xhenet, zotnit e xhenetit. Por këtë arsye shikoj vëllazër, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, mos u përlani a jam unë më i mirë a Musa alayhi salatu wasalam. Dhe sa hadith tjetër ka thënë pejgamberi, unë jam më i miri. Allahu nga ba mua vullën e pejgamberëve dhe më i miri pejgamberëve, po s'ka nevojë më krenue, s'ka nevojë me përlaje, s'ka nevojë me bëhe zënka dhe grindje. Gjithashtu vëllazër, ka ardhur
hadithe të tjera ku pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka lavdruar Musën alayhi salatu wasalam. Ka hadith ka Imam Bukhariu dhe Imam Muslim nga Abi Sa'id al-Khudriu radiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun jaa yahudi. Në ditë pejgamberi sa më koni ult dhe ka ardhur një jehudi. Fa qala ya Aba al-Qasim ضرب وجهي رجل من أصحابك فقال من؟ قال رجل من الأنصار. قال ادعوه. فقال أضربته؟ قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. قلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم. Thot Abu Sa'id al-Khudriu ishte ullur pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe ardhi jehudi dhe tha ja Abul Qasim, një dosti jotim kam shu shpull. E ka thënë thirrë kur ka ardhur apo i ka thënë ai kem shue? Ka thënë po. Ka thënë pse im shue? Shiko dhe zër, drejtësia pejgamberit alayhi salatu wassalam. Jehudi ka qenë. Ka thënë pse im shue? A ka arsye për çka im shue? E pas një arsye pse e godite. I ka mundësi me godit. Ani jehudi po për çka e godite? Kush tha me e godit? Për këtë arsye vëllezër pejgamberi sa më kanë në majën e drejtësisë. Dhe i ka thënë, për çka e godite? Tha ja Rasulullah, kash në pazar, edhe e dëgjova duke thënë pasha ata i cili e ka ngrit Muhamedit, Musa alayhi salatu wasalam, mbi këtë dunjën. Tha dhe unë i thash, o i ndyt, edhe mbi Muhamedit alayhi salam. Pra Musa alayhi salam, edhe mbi Muhamedit alayhi salam, pra apo do ti më thënë që edhe mbi Muhamedit alayhi salam por i ka ardhur për xhelozisë dhe dashnijës. Thot fa akhadhatni ghadbatun darabtu wajha. Thot ja Rasulullah, në kapi i dhnimi, kapi pra inati, edhe e godita. Atëra ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam la tukhayyiru bayna al-anbiya. Mos thoni ky pejgamber më i mirë se ky pejgamberi. Mos hini këtë debat. Mos hini ti a ky pejgamber a ky pejgamber. Ku e diti? Ku e diti cilin pejgamber e don Allahu xhela më shumë. Kjo këtë bëhet me shpallje vëllazër. Mos më na pas kallzu neve Zoti xhelle xhelalu nëpërmjet Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam se Muhamedi është më i miri pejgamber. Apo ka kish më ditë na për ndryshe Muhamedi është më i funit. Më i funit. Plus shto kësaj se aq vlera kanë ardhur për Musën sa që njeriu nuk mund ta paramendon çish ka mundsi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më kon më i miri. Por Allah e ka vënë më të mirin. Allahu ja ka vënë më të mirin pejgamber. Po kjo është bë me shpallje. S'u bë që na po kena shef, se na i tharte pejgamberit alayhi salatu wasallam. Jo, kjo është bë me shpallje. Atëherë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, mos thuani ky pejgamber është më i mirë se ky pejgamber. Mos hini në këtë zonë, është zonë e rrezikshme. Përveç ku ka tekst, ku të tekst me shpallje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj ka tregu të njëjtin hadith pejgamberi ka thënë unë do alivanosem ditën e Kiametit dhe e shoh Musa alayhi salatu wasalam të kapur për topën apo një pjesë të arshit. Vini në vezër, do të përmendim nga vlerat e Musait alayhi salatu wasalam para se të përmendim vdekjen e Musait alayhi salatu wasalam. Bitë e Israilit dhe zër e kanë munduar shumë Musa alayhi salatu wasalam. E kanë munduar shpirtnisht. E kanë munduar edhe fizikisht. Çi kanë munduar fizikisht dhe zër? Allah shohim çka kanë munduar fizikisht. Transmeton Imam Bukhariu dhe Imam Muslimin nga Abi Huraira radhiyallahu an se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë hadith kanat banu Israila yaghtasiluna uratan. E kanë pas tradit bitë e Israilit kur janë në për hamamet e tyre, për lumejt e tyre, janë la patesha. Nuk e kanë pas, po jam ledh burra, janë la lum njëri aty mirë pa patesha, komplet i kanë la, s'ka pas banja sigur sot. Thot yanzuru ba'duhum ila ba'din. Dhe e kanë pa cullak njëri tjetrin. E kanë pa cullak, patesha kanë pa njëri tjetrin. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa kana Musa yaghtasilu wahda. E Musa a.s. nuk pranonte mula me ta. Shkon të lahaj vet dhe fshehej prej popullit, që nga marja dhe turpi që mos ta shohin njerëzit. Fa qalu etani vini rreth. Subhanallah, Allahu jua këta ka përmendur në surën Al-Ahzab. Allahu jua thot në Kur'an ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adhaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, thot o ju të cilët keni besuar, mos u bëni si ata të cilët e kishin mundu edhe e kishin lëndu shumë Musa alayhi salatu wasalam. E kanë mundu. Çështu janë disa njerëz vëllezër, jetojnë për t'i mundu të tjerët. Ai si të qohet sabah, si të dalë dilli, ajde thot inshallah sot kush janë taksirat jam. Kujt ja i thoj jetën.
Dikush e ka çatë të shtëpia, apo çatë ja i thon dikush e ka dal pak mananela. Mirë, po ai nuk mundet me jetu pa e helmu dikan, pa e ranu dikan, pa ofendu dikan, pa e shoh dikan, pa e godit dikan. Çështu o vëllezër, se harrojnë që ka ditë gjykimi, harrojnë se ka Allah, harrojnë se kena me dal mu llogarit dhe Allah nuk ka jatina. A keni pa disa njerëz e kanë bë Allahin vetin. Hajt se e sheti, po Allah ja jotja. Po t'ja e ki bleja, a monopola. Apo kena me dal ditë gjykimit, kena me dal mu taku para Zotit, po kena me dal ketë mu taku para Allahu xhelala. S'ki me dal veç ti, kena me dal bashk e Allahu i ketëve. Allahu që ka me mor hak edhe për dashën edhe delën. A nuk ka me mor, e kanë shtit disa njerëz krije se Zoti ai tinë. Jo, Allahu xhelala ka me mor hak, edhe nëse haki ai marr pi qafirit ka me kthie, ashtu. Pejgamberi ka thënë hadith, nëse një qafirit i ban zullum një musliman, hadithën ka xherima Mahmedi në musnedin e tina, Allah i vjen këto ashtu. Edhe i çon durt ka Allahu xha, thotë, "O Zot, më ka bë zullum." E kthejnë ato në zullumin. E kthejmë në padrejtësinë në vendin e vet. E kthejnë hakin në vendin e vet. O vëllezër, ta kuptojmë se Zoti nuk ka, pse jena na musliman, Zoti nuk ka kana. Allahu xha me besimtarët e devotshëm. Allahu është me ata që zbojnë zullum. Allahu është me ata që zbojnë padrejtësi. Wallahi me nejt sejdë ti tan natën, e tan ditën, e me nejt ruku. Nëse ki bë zullum dhe ki bë padrejtësi, s'u ne mashtron Zotin tan xhelel xhelalu, po me dal dhom një ka një. Po me dal damart pi veshve e pi zemrës. Allahu është i drejtë o vëllezër. Wa ma yadhlimu wa la yadhlimu rabbuka ahada. Kur kujt Zoti si ban zullum. Transmeton Imam Buhariu, ka qenë ditë për ditëve një pejgamber, ka thënë alayhi salatu wassalam, u kon nërhije, u kon pem. Edhe tunet vinë do bubreca o lezër, bubreca. Edhe sikur i pengojnë këti pengamberi, edhe kitë e në ndorën i mitë ketë. Allah i shpalë, o ti pengamber, po pse i vrajtëve, që të banën? Që ka të banën këtë bubreca? Me gjithë se o lezër bubreci, a njeri? Jo, me lek? Jo, qka shtazë, dhe insekt. Tha, o ti pengamber, po qka të banëve, një popull e mite. Por çka e mite? Po mirë vëllezër, çka mendojnë njerëzit që i bojnë zullum njerëzve? Që i bojnë zullum njerëzve, i bojnë shtypje njerëzve, kërcënojnë njerëz, kërcënojnë hoxhallar dhe dietar. Çish kanë me dal përpara Zotit? Ata që vrasin fëmijë, çish kanë me dal përpara Zotit që burgosin njerëzit? Çish kanë me dal përpara Allahu xhelalu ala? Bubrac ka mit, Allah i ka shpall. O pejgamber, pse morë mite çat banën? Apo andaj Sheriati nuk ka leju edhe insektet edhe shtas mimit, po s'ka bojnë dam. Për ndryshë nëse s'ban dam, liroje. Ka ardhë hadith se një gruje ka hinë gjenem. A dini pse o lëzër? Vetë se nuk e ka lanë një macë me hi me pije më bunar uj. Edhe ja ka zonë udhën. A ki po, do të që shtu knaqë o lëzër. Kur që ti të maltretu, kur e që shtazën e maltretu me. Andaj, ka thonë, pse i mite, që ka të banën këto? Shiko lëzër këto që i kanë thanë. I kanë thanë, ka shku Musa vetë mula. Një, dy, tre, dy të kanë po, shpesh. Kishë s'po lagat be me neve, s'po del ki cullak, s'po del ki i zhveshur. E tash lëzër, shiko, men të mira, edhe njeri mirë që ka thot, kjo pejgamber. E pa këta kur gjo mos me ditë për ta, kjo pejgamber, Zoti ka kalzu diqka. E dyta, hiq mos më kon pejgamber. Jo imi të latë cullak, po me men të shnosha, që ka thot njeri, pivi ka mare, po shkoj ka pulaj ka vetë. Jo lëzër, këto ndryshe kanë thënë. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, fa qalu wallahi, dhe bjerë be kanë bo. Këto kur bojnë be, keni bo do, po shalloj në madh. O ti sa ma shumë që e qënë zonin ti në Allah, hiç besohet ti e. Ti sa ma shumë që i ban be, hiç besohet. Se ti veç e përlin emrin e Allahit, se ti veç e keq përdor emrin e Allahut. Allahu gjatë thot për munafikën në Kur'an, ata të cilët betimin në Allah e morin për mburoj, për të shpëtue prej dënimit të saj bote. A më në gjenem që shkanë me shpëtue? Qka kimi thonë Allahu gjela që ti rrejnë tu e di që i të rrejt, që e përdor kasemin, bejën Allahit të e di që i të rrejt. Par dënimi kanë me pas atë njëna vezët, e din si dilin me zdit, se atu bo be, atu rrejt. Atu rrejt, munafikat kanë bo bejën Allahu gjela gjelalu. Wallahi kanë thonë, Allahin e kena të shpitar. Shikë që kanë thonë këta, ka thonë pasha Allahin, Musa nuk lahët me neve, kanë thonë, po se aj, është Eder. Qka është Eder? Ka shikën dhe që kanë thonë, është ka turpë se për nga mësa me ka kalëzu, ka thonë, ka të mejtë në vrejtin e vetë. Qështu kanë thonë? Këshire ku ka shku menja e ligë,
Ka thonë, a di ki pse s'laat me neve? Se mula me neve du të mula cullak. E kur të laat cullak i dele meta. Hajde mete me pas ton ka krija e ka trupi. Jo, në vrat e ka. Në pjesën gjenitale e ka. Shikove zërë, njerëzit janë çudit që më Allah kur zgjenë çka me gjetë meta. Thot nërteshat e mrenshme e kot metën. E qish me zbuluna Allah? Qish me zbuluna e kot meta se ka? Thot pejgamberi alayhis salam, kanë bo be dhe be kanë bo. Pasha Allahin, Musa nuk lahet me neve, vetëm se në organin gjenital ka një tmet. E ka një tmet. Por që ta s'do me na i kalzu neve, e aj pëmlo, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Thot pejgamberi alayhis salam, fa dhahaba marratan yaghtasil. Edhe një ditë për ditëve, njëjtë shkon largohet. Thot pejgamberi alayhis salam, Allahu dëshiron mi u kallzu këtyre njerëzve kokfort, zemërngurt, gjuhlig, se nuk ka qashtu. Nuk është ashtu. Thot pejgamberi alayhis salam, fa dhahaba marratan yaghtasilu fa wada'a thawbahu ala hajarin. Shkon një ditë për ditën lum, mula, edhe shkon pas një gurit. Edhe i le teshat aty, nalt te guri, një guri madh, edhe fillon mulati afër, o kërkush nuk e shef. Thot pejgamberi alayhis salam, fa farra al-hajaru bi thawbi. Allahu çikolazë e ndryshon ligjin universal për t'i kallzu kokfordve se nuk është akuzat që po thoni ju. Ha, çka kanë bë? Thot Allahu xhela, thot pejgamberi alayhis salam, iki guri. Tu dash me morteshat Musa për mu vesh, guri ka ik. Ka i guri me gjithë tesha. Thot pejgamberi alayhis salam, fa kharaja Musa fi ithri. E Musa pengon gurin ti more teshat. Ti more teshat dhe të mlohet. Atër thot, yaqulu thawbi ya hajar. Teshat bjemi o gur, hik mos hik, beri teshat se kanë me mpa cullak njerëzit. Kanë me mpa pa tesha njerëzit. Shiko dhe zër, Allahu xhallahu ala ka bë që ta shohin këta njerëz se këto pa e pa cullak nuk bindën. Këto pa e pa cullak nuk bindën. Allahu xha ka lëviz gurin, ta shohin Musën cullak pa tesha, se nuk bindën se qasi njerëz janë. Çka i thanë për Harunin? Ti e ke vra Harunin. Ti e ke vra Harunin. Apo kur e patëm vra një njeri ata e nuk dishin qish me ja ba. Çka i thanë Musës kur i tha prendën i lop? O t'ja i gari të bo me neve. Hajde ke me zgjedh problemin me shpallë këta të shina i gari të bo. E tash vezër këto, mi u thanë Musa, nuk kam të meta unë organin gjenital. Çka i thënë këto? Ja, du të me e pa ana. Qështu njerëz janë këto e vezër? Ju, a vena i gare po qështu? Shiko që ka thot për nga me zëmë. Hadithi sa i Bukhari, sa i Muslim. Përcjell në atje, kush do me e përcjell nëse mundet me e përcjell. Thot pejgamberi alayhis salam, fillon me bërtit Musa, o gur, teshat vjemi. O teshat vjemi, o gur. Atëre thot pejgamberi sa, hatta nadharat banu Israila ila Musa. Derisa bitë e Israilit e shikojnë Musain. Të zhveshur që ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhis salam, fa qalu wallahi ma bi Musa min ba'sin. Ka thon pasha Allahin Musa, as një tmet nuk e paska. Këshyri mend ku i kanë këto dhe zër. Qëto, këshyri ku i kanë mend këta. Pasha Allah i ka thonë, kjo as një të mejtë se paska. Po ju ba, ajni mirë me krije ku i menoni be. Ajni me men ku i qoni mendve. Po qëfar sistemin mendor keni ku i një të menu që ja i ka të mejtën. Vend se me thonë, o kja i turp shumë i venë mare, laët vetë. Po fundi kja pengamber. Qka ju intereson, pse laët vetë e kështu më ratë. Mirë po dhe zër, ja, qëto. E na pikazojna qëto dhe zër, për me pru këtë histori qëto. Se ka plot qështu që thonë, a be kje ka një të metë, po i shala be të ti dale, apo. A jeton, e kini pa atë fotografien me skelet të bënejt njerin karrike, të prit me gabua i tjetëri. Në skelet ka metë ki. I shala të më, o edhe sa vjetë të me prit, lëllo. Sa vjetë të me priti, me, apo, u ka metaj, ka metë, kemi në pa, bidhë një lejtë ala. Qa u po kjo bidhë një lejtë ala? Që e ki po t'ja loj, si duk me atja, e trus kur dusha. Shiko ka thonë, pasha zotin, as një të mejtë se paska. Apo, dhe kjo që ka argumenton dhe zërë, se sa ka dalë cullak, ku e kanë këshirë? Në vret. Dhe në vret. Që kanë thonë, qëfar muskull, a qëfar muskull ka posë? Thot për nga me zame, kum pa musën. E kum pa kur jam gjitë një sra dhe mihraq. Kum pa njerit gatë, njeri muskulator, i cili as nuk ishte trash, as nuk ishte i hollë, po i mbushur. Apo, e kam pa musë, thot. Për nga me zame ka pa këshyre, këtë bukurien tjetër. Ata kanë min njerë, kanë shku që ati kus du të me këshirë. Ka thonë, vallaj, busa se pas ka të problem. Apo, ka orë të asmetime tjetër, në
syretin më të bukur që mundët Zoti me kriju një njeri, komplet trupin që ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Pejgamber Allahu zot, pejgamberi i Zotit xhelel xhelal. Atara wa akhadha thawbahu fattafiqa bil hajri darban. Ha, ka thënë pejgamberi alayhis salam, e merr Musa shpejt teshat veshat edhe fillon me mshu gurit me tesha. Se hike se më zhveshe, pra shkaku jot zhvesha. Për këtë arsye vëzhgë thot Allahu te bareke wa taala, o ju të cilët keni besuar, mos u bëni si ata të cilët e kanë lënduar dhe munduar Musa'in alayhis salam, edhe shpirtnisht, edhe mendërisht, edhe fizikisht. Edhe fizikisht e kanë maltretuar. Kjo vëzhgë është ajo që ka ardhur për Musa'in alayhis salam. Kemi edhe shumë prej haditheve që kanë ardhur për vlerën e pejgamberit ton, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, për pejgamberin Musa alayhi salatu wassalam. Mirë po, koha nuk premton. Tani vëzhgë do t'i afrohemi edhe vdekjes së Musa'it alayhi salatu wassalam, 2 muaj para se me u krye labirinti 40 vjeçar. Pra edhe 2 muaj shpresonin me çlirue Palestinën. Vjen momenti për me vdek Musa alayhi salatu wassalam. Mirë po, Zoti i Madh xhel xhelalu, sikur që i ka fol Musa'it, sikur që ja ka dhënë të vratin, sikur që e ka shpëtuar i vogël për dorës faraonit, sikur që e ka shpëtuar nga thika e arrogante e faraonit për ta vrarë ata, Allahu xhelal edhe vdekjen e Musës e bën shumë interesant. Dhe nuk e bën si vdekjet të tjera. Transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi gjithashtu nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ursila malakul mauti ila Musa alayhi salatu wasalam. E dërgon Allahu melekun e vdekjes te Musa alayhi salatu wasalam. Mirë po vëllezër, vjen në syret të njerit, jo në syret të melekut. Musa alayhi salatu wasalam i ban ushtrinë gati 12 kabile, si të cilës kabile i ban gati ushtar, sepse fillojnë me vdek pleqt, edhe fillojnë mu rrit brezi i ri, gjenerata e re, dhe i ban gati krejt hazër për me hin Palestinë me e çlirue. Mirë po kaderi Allahu xhelel xhelaluhu endes kishte, kaderi Allahu nuk ishte dhënë leje që Musa alayhis salam të jetë ai i cili e çliron Palestinën. Andaj do ta shohim vëzhgë se Musa reziston, se endes i kam kry punë, sikur që thot Tahir ibn Ashur rahimahullahu taala, dhe gjithashtu ka përmendur edhe Imam Ibn Kathiri se Musa alayhis salam nuk ka rezistuar prej vdekjes se do me nejt dunja, po ka rezistuar prej vdekjes se ende ka menduar që ka vakt për me i kryer dhe disa prej punëve të cilat ja ka premtuar Allahu subhanahu wa taala. Mirë po ja ka premtuar bijve të Israilit dhe nuk është domosdoshmërisht me përfshi edhe Musa alayhis salam. Thot pejgamberi jon alayhis salam, e dërgon Allahu melekun e vdekjes tek Musa alayhis salam. Shikoni vëllezër, kushdo që ti jesh, sa do rëndësi që ki, pejgamberi i Zotit, patjetër është marrë të dakiki i melekul mautit. Si silipi neve, sillu, pështillu, bredh, shëtitu, andej, këndej. Ki me artë një moment, duhet me arë mu ballavaçu me melekul mautin. Ati nuk e ki njerin, ati nuk e ki telefonin, ati nuk e ki njëftësien, ati nuk e ki as njeri, as nana, baba së ndimon, as vlau, as motra, as doqe, as jasë, as melekul mauti së ndimon. Iqa as melekul mauti, sa e urdhër ka. Thot pejgamberi alayhis salam, falamma ja'ahu sakkehu. Thot pejgamberi alayhis salam, ka qenë dhomë Musa alayhis salam, dhomën e vet, duke u bë gati për me dal me ushtri, për me shirue Palestinën. I ka nda 12 kabile, i ka bë gati ushtar dhe po bëjnë strategjinë dhe manovra për me shiru Palestinën. Hinë në dhomën e vet, në shtëpinë e vet, edhe i vjen melekul mauti. Mirë po në syret njerit. Kur himna ina, ju e dini tabiatin pak që ka Musa alayhis salam. Apo, s'ka qenë si Haruni, po kom pak ma serios edhe më i lartë edhe më i shpejt në veprim. Thot pejgamberi sallam, sa ka hija njeri, falamma ja'u sakkehu, e ka godit shpu, dili ashtë. Shiko dhe zërë, transmetim që tërkar, fa faqa ajne, transmetim e ka heksinin, sepse në shëriatin e Musës dhe në shëriatin e Muhamedit alayhis salam, kushdo që futet në shtëpin e njeriu të dikujt tjetër, pa lejen e tij, e ka të lejuar sinin e tij. Në ditë për ditë pejgamberi sa ka qenë shtëpi, edhe një njeri munohet me këshir ku shoh ati pa marr leje.
Edhe e gjun pejgamberi selam kur pastaj mas I merr leje thot ja Rasulullah, ke vetëm më çorru sinin. Tha vallahi me pas çorru, s'kish pas hak. S'kish pas hak. Çu shenjani pi juve me këshir ashtu. Çysh me mor leje. O zoti shtëpia ka mundsi me hi. Shtëpia e huja, është me mor leje aty ka nder, ka familje, ka gruaje. Çish ka mundsi me hi aty. Është me mor leje. Edhe njëjtë ka qenë te shariati Musa alayhis salam. Andaj ja ka eksinin. A mund ta paramenon vetë çfarë force ka pas Musa alayhis salam? Mini armë ja eksinin njëri. Komplet ja ka eksinin. Pse ke njëti pa leje? Thot pejgamberi alayhis salam, kthehet meleku te Zoti vet. Faraja ila rabbih faqala arsaltani ila abdin la yuridu al-maut. I ka thënë melekul mauti, kthehet Allahu te bareke ve teala, thot o Zot, më ke dërguar te një njeri I cili nuk do me har, nuk do me dek. Ti më qove me jamur shpirtin, ama I nuk do me vdek. Atëra thot pejgamberi alayhis salam, faraddallahu alayhi ayna. Allahu ja kthen sinin. Ja kthen sinin melekul mautit. Dhe qala irji. I thot ktheu një, shko te Musa. Edhe thuaj Musa alayhis salam, faqul yad'u yadahu ala matni thawr. Le ta vendos dorën e vet në shpinën e një bikut. Kështu ne ka ta vendos. Thot pejgamberi sa falahu bi kulli ma ghattat bihi yaduhu bi kulli sha'ratin sanatun. Dhe thuaj ti selam pi Zotit. Vnoje dorën tane, ka pas dorën e madhe Musa alayhis salam. Ka thonë vnoje dorën tane me një shpinë të një mushke. Çdo kime që ke me kap, çka ta rrok dora jote, në çdo kime ka një vit ta shtoj. Shikova zë. Me pas kanë që kjo oferë për mu e tije, tu munu ka 4-5 dora ti me I vnue, të roki ma shumë. Musa e se me ka pas dorën e madhe, ka thonë nëje dorën, sa kime rok qatë vjetë të shtoj. Sa kime dhe zë, kime e vogële, rok sa dush, plëtë kime rok. Thot pejgamberi alayhis salam, kale, I ka thonë ej rab, thumë me madhe. Ka thonë o Allah, o Zot, pas këtire viteve, pas ta që me bo? Pas këtire viteve, që ishë bëhet mua beti? Ka thonë, thot pejgamberi sam, I ka thonë Allahu gjallë, kale, thumë me l'maut. Pas ta prapë kime vdik. Pra, edhe nësi jeton këtë ato vite të cilat ka mizon dora jote në përmjet kimeve, krejt ato vite kur ti kalojsh, prap du të me vdik. Atëherë thot Musa alayhis salam, kale fal'an, tash më du me vdik, s'pëdu me më dorën heq. Sepse pasi që rezultati është vdekje, atëherë më mirë për vdes tash. Më mirë për vdes tash. Dhe vini re dhe zër pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, Musa alayhis salam krejt që ka marë prej privilegjeve e ka marë me të lypme. E Muhammed a.s. krejt që ka marë privilegjeve e ka dhanë me dhanme. Ky I ka lipa ja ka dhanë. Allah Gjellari thot Musa a.s. I thot Zotit, kale rabbi shrah li sadri, o Allah lira ma gjoksin. Qka I ka dhanë për nga merit ton a.s. Elem na shrah leke sadrak, ne ta kemi dhanë hazër pa e lipti zgjerimin e gjoksit. Shikoni vëzër të vdekja, për nga mesa më shtri për me vdek në smundjen e fundit. Edhe që ka ndodhë vëzër? Allahu Gjelluala e qënë Gjibrail a.s. Thot shkova një selam Muhammed a.s. Sa do me nejtë dunjo? Jo me ta eksin jo, shko naja jap në ati. Krejt pengambert kanë lip, Muhammed a.s. me kanë ofru apë do. Ama krejt që ka ja kanë ofru si ka mor. Ka thonë Gjibraili, po të banë selam Rabbul Alemini, a do me nejtë ala. Ta ek në smujen, vazhdo me jetue. Ka thonë belir rafiqul a'la, jo. Ka thonë unë e du me shkuë të maj shoshëria ma e nalë të Rabbul Alemini, të Zoti botrave. Ka thonë Musa a.s. Ka thonë o Zot tash Fesel Allah, ka thonë vesh një kusht e kam, vesh një kërkes e kam. Ka thonë Fesel Allah en judniahu min al ardi al muqaddesati ramjeten bi hajar. Ka thonë o Allah, a mund është vesh me mafruhe të toka e shenjt e Palestinës, vesh sa të mëri qatë larkësi ta gjuj një guri. Pra, qa që hapsir, qa kur e gjuj gurin, e di që ka rok tokën e Palestinës. Bëm, vesh ta afroj, ta shof edhe një herë, për të fundën herë, apo, kësa është ka na I thojna me dek, mos me dek me si qel, apo. Ka thonë Musa, o Allah, ama vesh ta shof tokën e Palestinës, mos I spas në una fat për me e shirue. Atër Allahu Gjellë Gjellaluhu I aplëtson. Thot për nga mbele a.s.
falau kuntu thamma la araytukum qabrahu ila janibi at-tariqi inda al-kathib al-ahmar. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me kanun atje, me kanun Palestinë, Allah e shirov nga dora zullumqarit dhe ja u ktheth muslimanëve të pastër, të shliruar me krenari për muslimanët, sikur që ju takon me i pas 3 tokat e shenjta. Ka thonë pejgamberi, mu kanun atje, vallahi ja u kisha kallxuar ku e ka vorrin te rruga e cila është me zallit kuq. Ju kisha kallxuar ku është te toka me rrër, e cila është me rrër të kuqe, me zall të kuq, apo me zall tim të kuq. Ka thonë ja u kisha kallxuar atje. Ka ardhur transmetime se si ka vdekur vëllezër Musa alayhi salatu wassalam, si ka vdekur. Ka ardhur transmetime se duke shku për me gjujt gurin. Duke shku me gjujt gurin, vjen edhe për ta gjujt gurin, pra sa ka hapësir për me pa. E shef një vorr. Edhe i shef melek të Zotit xhelle xhelalu, edhe i pyet melekt, e ki vorr për kana? Thot për një njeri të mirë i cili Allahu e ka begatue, e ka bo bujar, e ka bo fisnik, e ka bo gjimert. Edhe i kanë thonë, nëse do, hin. Shko vëzër, privilegj për Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse do, hin. Edhe hin Musa alayhi salatu wassalam, edhe vdes dhe e varrosin me lekt e Zotit xhelle xhelalu, sipas shumë komentatorëve dhe sipas shumë historianëve të muslimanëve. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta treguar vlerën e Musait alayhi salatu wassalam, thot e kam parë Musain alayhi salatu wassalam në natën kur kam shku në Isra edhe Mi'raj. E kishte edhe kam parë në varr. E kishte begatu Allahu në varr me çfarë? Duke fal namaz. Musa alayhis salam ja ka mundsu Zoti xhelle xhelaluhu si privilegj që ka fol me Allahun, që ka dhënë Tevratin, që ka bërë sabër gjithë këto vite me bi faraonit, ka bërë sabër me nanën e vet, ka bërë sabër 10 vjet kur ka ikë bi familjes vet, ka bërë sabër derisa ka ardhur momenti i vdekjes. Allahu i ka thënë falun varr. E ka mundsu Zoti madh te bareke ve teala me u fal varr. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, e kam pa Musa alayhi salatu wassalam në njeri i cili ishte i gjatë, ishte i pashëm. Ishte i pashëm, as shumë i zi, as shumë i bardh, por në mesin e ngjyrave më të mira. Pastaj kur kam rije për mu taku me Allahun subhanahu wa taala, kur ja ka bë Allahu 50 vakt farz, çka thot pejgamberi alayhis salam, sa herë që kthehej te Musa, mos i ka vdek Musa alayhis salam, moti ka vdek kur ka vdek. Thot sa herë që kthehej te Musa më thonte, çka dha Allahu farz? I thash 50 vakt namaz. Thash ko ktheu. Lutë Allahu me ta letu se populli jot zor që ka me të ngue, se unë i kom provu njerëzit zngojnë ata. Thot derisa kthehesha te Zoti e lutësha, o Allah, a ma zbrit, a e ul pak numrin e kohëve të namazit. Thot sa herë që ktheja e hek Allahu nga 5, e Musa më thënë ktheu lutë. Ktheu shkojja te Zoti, thot derisa kur matëm 5, Musa prapë tha, shko se zngojnë. Unë i di njerëzit nuk bindën ata. Atëherë çka ndodhi zot? Atëherë thot pejgamberi selam, thot o Musa, po vjen marrë më. Marrë po vjen më shku te Zoti me i thon, zbrit edhe në 5. Apo atëherë e thirr Allahu xhela pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam dhe i thot la yubaddalu alqawlu ladai, te unë zdron llafi, te unë zdron fjala, te ju është 5, te unë 50. Çkaç? Te unë është 50, andaj ai i cili le 5 vakt i kalon 50 vakt. Ai i cili le 5 kohë namaz, çka si fal, ai kalon 50 vakte namaz. Apo ai i cili e le një ditë të agjëru me vëzër, pa agjëru, pa arsye, ani psa ti duket një ditë, të Allahu gjelëgjan shumë e madha jo. Krimi asajna nuk paguhet me gjërat vogë, me gjërat ulta. Por këtë asio vëzër, mbajun e namazit, për mbajun e namazit, shiko Allahu gjelëgjan e ka begatu Musën vërë mu falë, sepse kjo është komunikimi mes robit edhe Zotit në këtë dunja, derisa të dalin në xhenetin e Zotit te bareke ve teala. Këtu vëzër përfundon edhe ngjarja e Musait alayhis salam. Dietar kanë diskutuar pse ja ka hek synin, kanë komentuar shumë se Musa alayhis salam ja ka hek synin. Komenti më i përshtatshëm, kanë ardhur dikun 5-6 tefsire, por komenti më i përshtatshëm pse ja ka hek synin është se ka ardhur në formë të njerit dhe nuk e ka ditë se është melekul mauti. Andaj kur ka ardhur për zdyti, e ka njoftuar se un jam pi Zoti xhelle xhelalu, atëra ka pranuar thirrjen e Allahu subhanahu wa taala për të ndruar jetë dhe me shkute Allahu subhanahu wa taala. Në këtë fund të Ramazanit dhe në këtë fund të ngjarjes së Musait alayhis salam, e lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu me të gjitha emrat e tij dhe cilësitë e tij të larta
qarta, që Allahu na mundson me jetu si musliman, që Allahu ti pranon veprat e mira tona, që Allahu ti shlyen gjunaat tona, që Allahu na largon prej zullumit, Allahu na largon prej padrejtësive, Allahu ti mbush zemrat tona me iman, ti mbush zemrat tona me devotshmëri. E lutim Zotin e Madh, Allahu na takon me këta pejgamber, na takon Allahu me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, me Isën, me Musën, me Ibrahimin, me Jakubin, me Ishakun, me të gjithë pejgambert e Zotit xhel xhelalu. E lutim Allahun te bareke ve taala që Zoti jon xhel xhelalu, kudo që kemi qelluar ka qenë prej Allahut, Allahu na shpërblen, kudo që kemi gabuar ka qenë prej meje personalisht edhe prej shejtanit. Lutim Allahun që Allahu na fal, na e bani halal të gjithë, edhe kudo që kemi fol diçka të mirë, inshallah Zoti na shpërblen, kudo kemi gabuar, ajo inshallah Zoti e shlyen. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.